Fjala sot. Tundimi. Përshëndetje miq. Mirë se vini në programin Fjala sot. Ky mësim vjen për ju nga pastor Paul Schroeder. Sot do të bëjmë një udhëtim që shkon përtej të dukshmes, në zemër të një betejë të përhershme, tundimit. Do të eksplorojmë historinë e Jezusit në shkretëtir, një moment që na mëson mbi qëndresën, urtësinë dhe fuqinë e besimit për të triumfuar mbi forcat që kërkojnë të dobësojnë shpirtin tonë. A e keni ndjerë ndonjëherë veten të dobët përballë një tundimi? A keni menduar si mund të qëndroni të fortë kur shpirti juaj lëkundet? Sot do të mësojmë nga ai që u përball me të ligën dhe doli fitimtar, duke na treguar se si mund të qëndrojmë të palëkundur. Mos humbisni asnjë moment, sepse ky program mund të jetë pika kthyese për të parë tundimet jo si humbje të sigurta, por si mundësi për të rritur besimin dhe forcën tuaj shpirtërore. Le të fillojmë këtë udhëtim së bashku. Bibla na thot se Jezusi u drejtua nga fryma në shkretëtir për të tunduar nga djalli. Mund ta lexoni këtë tek Ungjillit që tregojnë për kohën kur Jezusi ishte në shkretëtir dhe po tundohej prej tij. Në Bibël na jepen 3 nga këto tundime dhe ne e dimë se cilat janë tashmë. Por unë besoj se gjatë 40 ditëve dhe 40 netëve që Jezusi ishte në shkretëtir, ai mund të jetë tunduar mijëra, e ndoshta 10 mijëra herë. Nuk e di se sa herë djalli u përpoq ta tundonte Jezusin me tundime nga më të ndryshmet. Mendoj se vetmja arsye pse na janë dhënë vetëm 3 është për të ilustruar mënyrën se si djalli vepron. Në natyrën e tij njerëzore, pas shumë ditësh në shkretëtir, Jezusi duhet të ishte shumë i uritur. Ai duhej të hante njësoj si gjithë të tjerë, si gjithë njerëzit. Dhe kështu djalli shkon tek ai dhe i thot: "Duhet të jesh i marrë që qëndron këtu i uritur. A nuk je ti Perëndia? Nëse je biri i Perëndis, pse nuk bën ushqim për veten tënde? Pse nuk i merr këta gure të bësh mrekulli e ti kthesh ata në bukë që të mos kesh uri?" O sa dinak. Mendoj se shumë nga tundimet tona janë fizike, apo jo? A e keni vënë re në jetën tuaj se shumë nga tundimet janë fizike, si për shembull epshi, lakmia dhe uria? Mendoni për gjithë varësitë e ndryshme që kanë të bëjnë me pijen, kumarin, e gjithë gjërat psikologjike në jetën tuaj. Thjesht mendoni për to. Dikush vjen dhe ju tundon duke thënë: "Pse duhet ta durosh këtë apo atë në jetën tënde? Shiko, të gjithë e bëjnë." Mos mendoni se të gjitha tundimet do të vijnë tek ju nga armiqtë e besimit. Thjesht kujtoni atë që Jezusi i tha Pjetrit kur ky po përpiqej t'i thoshte: "Jezus, ne nuk mendojmë se ti duhet të vuash. Nuk ke pse të vuash, nuk duhet ta bësh këtë." Dhe çfarë i tha Jezusi Pjetrit? "Shporru prej meje, o Satan." Ky është një tregues i qartë se Jezusi po i thoshte atij që Satani po e përdorte. Në një farë mënyre, në vend që t'i thoshte Jezusit se sa shumë e donin dishepujt dhe sa shumë vuanin për faktin se ai do të vdiste, Pjetri po përdori nga Satani për ta tunduar Jezusin. Ndaj, mos mendoni se në jetën tuaj do t'jenë vetëm armiqt ata që do t'ju tundojnë. Ndonjëherë mund t'jetë miku juaj më i ngushtë që do të përpiqet t'ju detyrojë të bëni diçka të keqe që është kundër vullnetit Perëndis. Nuk e di se sa shumë kohë duhet të kalojnë duke u përpjekur të bindim njerëzit se do të ketë raste kur ata do të tundohen. Mendoj se kushdo që është i zgjuar e di që Satani është vazhdimisht duke na tunduar. Kjo është diçka që ne duhet ta dimë. Tani, dua të flas për mënyrën se si ne tundohemi. C.S. Lewis ka shkruar një libër të mrekullueshëm. Ai ishte një shkrimtar nga Britania e Madhe, që tani nuk jeton më, dhe ai është kthyer te Krishti. C.S. Lewis është një intelektual që ka shkruar shumë libra dhe një prej tyre është Letrat e Hirziut. Sot, unë do t'i referohem pikërisht këtij libri, ku ai ka zgjedhur një subjekt imagjinar mbi realitetin e Satanit dhe ëngjëve të errësirës që i shërbejnë atij. Kjo është një e vërtetë, por në mënyrë imagjinare. C.S. Lewis përdor një dialog
që tregon se si funksionon tundimi në të vërtetë. Shpesh, këtë mund ta gjeni në një libër që ka edhe shkrime të tjera nga C.S. Lewis, si thjesht krishtrim. Të gjitha shkrimet e tij janë të rekomandueshme. Në secilin prej tyre mund të mësoni shumë për tundimin, sepse ai ka treguar me shumë hollësi mënyrën se si djalli i mëson ëngjëjt e tij t'u qasen njerëzve e ndonjëherë t'i qasen edhe forcës së një individi, jo vetëm dobësive të tij. Lexoni një prej këtyre tundimeve që Satani përdori kundër Jezusit. Ai e çon lart në një mal dhe i tregon gjithë mbretëritë e botës. Shihni mënyrën se si do të sillet djalli këtu. Ai i thot, dhe do ta perifrazoj, pra do ta them me fjalët e mia kështu. E di Jezus, nuk ka përse ti të vdesësh për gjithë njerëzit. Kjo është një pritshmëri e tepruar dhe ti do të kesh shumë dhimbje dhe vuajtje. Jam i sigurt se ti mund ta shmangësh këtë. Unë do të largohem prej teje, nuk do të ndërhyj dhe do të t'jap të gjitha këto kombe të botës që ata të ndjekin ty dhe të besojnë në ty. Unë do të t'i jap të gjitha. E vetmja gjë që ti duhet bësh është të përulesh para meje e të më adhurosh mua. E shihni sa finok është djalli? Çdo gjë mund të kishte humbur pikërisht në këtë moment. Por Jezusi, me anë të mëshirës hyjnore, hirit dhe fuqisë së frymës së shenjtë, është gjithashtu Perëndi i vërtet. Ai i tha Satanit, largohu prej meje, shporru. Dhe ai e mposhti Satanin dhe dinakrinë e tij dhe tundimet e tij. Ne kemi një Perëndi që e kupton tundimin edhe që e ka mposhtur atë. Për mendimin tim, një nga privilegjet më të mrekullueshme që ne kemi kur shkojmë tek Jezusi, është të dimë se ne mund të flasim me të për tundimet tona. Ne mund të flasim me të për nevojat që kemi për të marrë fuqinë dhe forcën e tij. Ai na kupton plotësisht. Në natyrën e tij njerëzore, ai u tundua me çdo lloj tundimi që ju dhe unë tundohemi, por ai i rezistoi Satanit, e mundi dhe nuk mëkatoi. Ai fitoi, doli fitimtar. Dhe nuk ishte përse ta fitonte këtë për veten e tij, sepse ai ishte Perëndi. Ai është Perëndi. Ai e fitoi këtë për ju dhe mua. Dhe faljen që ai e fitoi në kryq përmes bindjes së tij, tani na jep neve, ty dhe mua. Përmes gjakut të tij, gjakut që ai derdhi për ne, ne jemi të shpenguar, ose jemi bler, jemi pastruar, jemi bërë të shenjtë. Ai nuk ishte përse të bëhej i shenjtë, sepse ishte i tillë. Edhe në natyrën e tij njerëzore, ai mbeti i shenjtë dhe fitoi për ne me anë të bindjes së tij, dhe këtë shenjtëri na e përçon edhe neve tani përmes besimit ton tek ai. Është e mrekullueshme të kuptojmë se ne kemi një mik në Jezu Krishtin. Edhe në mes të tundimeve, ne mund të shkojmë tek ai. Bibla thot se nuk ka asnjë tundim që djalli hedh drejt nesh, siç bëri edhe me Jezusin, për cilin biri i Perëndis, Jezu Krishti, nuk na ka dhënë një përgjigje, zgjidhjen, forcën e aftësinë për ta mposhtur e për të fituar mbi të. Në këto tekste që flitet për tundimin e Jezusit nga djalli, ne kemi disa këshilla shumë të mira. Vini re, Jezusi përdori Biblën, fjalën e shkruar të Perëndis, për të mposhtur të ligun. Ky është një mësim shumë i bukur. Mendoj se është një nga arsyet më të mira për ta studiuar Biblën. Një arsye tjetër, sigurisht, është që të jemi efektiv në përdorimin e fjalës së Perëndis, ndërsa u dëshmojmë të tjerëve. Dhe Bibla e bën të qartë se edhe vetëm një fjalë mund ta mposhtë Satanin. Dhe fjala më e mirë nga të gjitha është Jezus. Në emër të Jezusit largohu, shporru. E dini, Luteri ishte një kampion për këtë, ishte një shembull. Sa herë që Satani e shqetësonte, ai thoshte në emër të Jezusit, dhe pastaj thoshte shporru prej meje. Dhe kur përdoret emri Jezusit, Satani duhet të largohet. Ai nuk mund të banojë në të njëjtën hapësirë me të. Jeta juaj kontrollohet ose nga Satani që banon në zemrën tuaj, ose nga Krishti që jeton në zemrën tuaj. Dhe ne nuk jemi të çliruar nga tundimi. Ne jemi ende këtu në tokë. Kemi folur më parë se pse e keqja ekziston ende. Perëndia dëshiron që ne të bëjmë një zgjedhje, e të zgjedhim të duam atë, të kemi fuqinë e frymës së shenjtë përmes fjalës së tij në emër të Jezusit dhe të jetojmë me Jezusin, duke e pranuar atë në zemrën tonë për ta mposhtur të ligun. Dua t'ju nxis sot përsëri të esni në emër të Krishtit, ashtu siç bëri Mojsiu me popullin e Perëndis kur ata ishin në brigjet e detit të Kuq.
Faraoni dhe ushtria e tij po i ndiqte pas dhe Perëndia u tha të ecnin përpara. Dhe ju e dini që derisa ata filluan të lëviznin, asgjë nuk ndodhi. Kur ata hodhën hapin e parë në detin e kuq, ujrat u ndan. Shpesh u them njerëzve, për të ecur mbi ujë dhe për të jetuar në mënyrë të mrekullueshme për Krishtin, duhet të dilni nga varka. Ju duhet i besoni Perëndis. Duhet ta vini besimin tek ai. Kështu, ju nxis që ta dalloni tundimin dhe të mos banoni në të, të mos e përkrahni atë, për ndryshe ai do t'ju mposht. Ktheuni menjëherë tek Perëndia dhe me fjalën e tij dhe në emër të Jezusit, mposhteni tundimin. Ju do ta mposhtni tundimin. Perëndia do t'ju fuqizojë dhe fryma juaj do të rritet dhe marrëdhënia juaj me Perëndin do të përmirësohet. Por ju duhet të hidhni hapin dhe të ecni përpara. Jetoni për Perëndin dhe jetoni në fitore. Teksa përmbyllim këtë udhëtim mbi temën e tundimit, le të kujtojmë se ashtu si Jezusi triumfoi në shkretë të tjerë, edhe ne mund të dalim fitimtar mbi çdo sfidë që na vë përpara jeta. Kjo betejë nuk është e lehtë, por ne nuk jemi vetëm. Përmes fuqisë së besimit, forcës së fjalës së Zotit dhe mbështetjes tek fryma e shenjtë, mund të rezistojmë tundimeve dhe të jetojmë një jetë me qëllim dhe fitore. Mos harroni se çdo sfidë është një mundësi për të forcuar shpirtin tuaj dhe për t'u afruar më shumë me Perëndin. Ashtu siç u tha sot, kemi një mik të vërtetë në Jezus Krishtin, i cili jo vetëm që na kupton, por edhe na fuqizon. Ju ftojmë të ndiqni këtë rrugtim të besimit, të hidhni hapin përpara dhe të jetoni me kurajo. Dhe sa herë përballeni me një tundim, të mund t'i rezistoni atij duke cituar fjalën e Zotit. Nëse keni pyetje apo doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në email twralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin TWR Albania, playlista Fjala Sot. Faleminderit që na u bashkuat sot. Deri në herën tjetër, qëndroni të fortë, besoni dhe ecni përpara në fitore.